Kryeministri deklaroi se pezullimi numri 2 të qeverisë dhe mbajtja në arrest shtëpie e 2 drejtorëve të Kesh dhe ARSH përbën një abuzim të madh nga ana e gjykatësit që ka vendosur të pezullojë punën në sektorët jetik të vendit. Gjatë podcastit flasim, kryeministri veçoi edhe punën që po bëhet për lirimin e hapësirave publike në të gjithë territorin e vendit. Puka po shpopullohet, referuar një studimi nga Puka dhe rrethinat e saj janë larguar afro 10.000 banor, duke ngritur shqetësimin për largime masive. Bashkia Puk po kërkon të frenojë shpopullimin përmes mbështetjes së sipërmarrjeve në turizmin malor dhe i bën thirrje qeverisë të investojë në zonat ku ka largime masive të popullsisë vendase. Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ende sinjale për heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Kanale diplomatike po negociojnë për të formuluar një kërkesë të prerë për Brukselin para takimit të ministrave të jashtëm i planifikuar për në datën 16 dhjetor. Tirana Partizani përballen sot në një ndeshje historike. Tirana vjen me një seri humbjesh në këtë sfidë, ndërsa Partizani ka rikuperuar veten në 5 ndeshje radhazi. Derbi Tirana Partizani do të luhet në stadiumin Air Albania në orën 18:00.